Sot në studio kemi një grua që i jep ngjyrë shpirtit dhe fjalë heshtjes. Një artiste që përmes panelit flet për dhimbjen, fuqinë dhe bukurinë e gruas. Ajo është Viktoria Lulzime Leka Mulaku, një emër që ka lënë gjurmë në artin pamor shqiptar, por edhe magjar. Ekspozita e saj e fundit Metamorfoza 2 është shumë më tepër se një ekspozita arti. Është një rrëfim i ndjerë i gjallë dhe i thellë për transformimin e brendshëm të gruas. 50 piktura të realizuara me akrilik në forme të ndryshme ku çdo vështrim, çdo formë dhe çdo ngjyrë mban një histori, një ndjesi, një realitet që na flet të gjithëve neve. E në këtë udhtim estetik, emocional dhe simbolik, ajo na fton të shohim përtej sipërfaqes, aty ku gruaja shfaqet e plagosur, por e bukur, e lodhur por krenare, e heshtur, por me zë shumë të fuqishëm. Është nder dhe kënaqësi sot ta kemi në studio për të ndarë me ne historinë dhe inspirimin dhe emocionin e pikërisht kësaj ekspozite të asaj të fundit, profesoreshën Lulzime. Mirë se erdhët, zonja Lulzime, dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe për juve. Ftesën, gjithashtu ju falenderoj edhe për pranin tuaj dhe mbulesën mediatike që e bët gjatë ekspozitës time, gjatë atë mbrëmje. Dhe ishte një mbrëmje me të vërtet të cilën e kam shijuar dhe e kam ndjekur jashtëzakonisht shumë. Ishte një mbrëmje ku kishte të mbledhur shumë njerëz, dashamirë tuaj, dashamirë të artit, ku treguan shumë, edhe me fjalimet e tyre treguan shumë për vlerën tuaj, për mirënjohjen ndaj jush, për punën tuaj dhe vlerësimin që e kanë për ju. Si u ndihet kur aq fjalë të mëdha u thanë për ju, ju pash se keni shumë emocione dhe në një nuk mundeshit edhe ndoshta t'i kontrolloni emocionit para se ta mirënit fjalën, sepse ishte edhe mentori juaj, ishin edhe artistë shumë të mëdhenj që thanë fjalë shumë të mëdha për ju. Po, e vërtet është, edhe i faleminderoj të gjithë që më nderuan me ardhin e tyre, për opinionet e tyre me fjalë shumë të bukura, por kështu është, do me thonë, ajo është një manifestim, ekspozita është një ngjarje, një përjetim, një përvojë jashtëzakonisht e bukur dhe shumë emocionale për çdo artist, për çdo krijues. Të ndalemi pak te Metamorfoza 2. Çfarë ju frymëzoi për të krijuar këtë cikël të Metamorfoza 2 dhe cili është mesazhi kryesor? E dim se janë gratë, po dua nga ju vetë të na tregoni për emocionin dhe mesazhin. Po, në vazhdën e krijimtarisë time, domethënë gjatë gjithë opusit tim krijues, si figurë qendrore, domethënë të cilën e kam trajtuar, edhe në Metamorfozën 1, edhe në Metamorfozën 2 e kam pasur, domethënë rolin e gruas, fuqinë e saj për të sfiduar dhe për të përballur në gjithçka që i sjell jeta, guximin e saj për të bërë transformime, ndryshime si për vetveten ashtu edhe në botën rreth saj. Domethënë e kam pasi një simbol të guximit, të forcës dhe gruaja nuk është burim frymëzimi vetëm për mua, për shumë krijues gjatë të gjithë etapave historike të artit, por në këtë rast nuk doja vetëm të jetë ajo delikatesa, bukuria, gjithsesi po edhe bristësia, por kam dashur në një farë mënyre ta shfaq në një simbol e cila bën ndryshimin dhe është vizionare e së ardhmës, do me thonë ndërton të sotmen edhe gjithashtu edhe të ardhmen, do me thonë në shumë aspekte, historike, shoqërore, kulturore, kështu me radhë. Ekspozita u mbajt në Çifte Hamam. Çfarë do me thënë kishte për juve pikërisht këtu të mbahet, sepse e dim se Çifte Hamami tregon edhe një ndër vendet më të bukura ku mund të shfaqet edhe zhvillimi i artit bashkëkohor në Maqedoninë e Veriut. Edhe pikërisht u dha mundësia për ju që aty të mbahet ekspozita dhe të gjithë turistët e vendit të kenë mundësinë që ta vizitojnë këtë ekspozitë kaq të bukur. Sigurisht se është një privilegj i madh. Ëndër e çdo artisti është që të prezanton në këtë galeri kaq të themi reprezentative. Unë falenderoj edhe Galerinë Nacionale të Maqedonisë, drejtoreshën Maja Nedelkovska, gjithashtu bashkëpunimin shumë të mirë që e kemi pasur me kuratoren Narona Luma. Do me thonë arritëm që me të vërtet ta japim më të mirën të mundshme edhe ata edhe unë, do me thonë nga pjesa ime si artiste, kuptohet si krijuesi.
Të ndalemi pak të fakti se ju jeni një profesoresh edhe në Universitetin e Tetovës. Se sa ka ndikuar përvoja juaj si profesoresh në krijimtarinë tuaj artistike? Gjithsesi se gjatë jetës, do me thonë, vetë përvoja ose puna të cilën e kam jam përfshirë, do me thonë, në mësimdhënie, sigurisht që më ka krijuar jashtëzakonisht shumë përjetime të mira, përvojë dhe eksperiencë, por unë kam shkuar hap pas hapi. Do me thonë, kam filluar me shkollat fillore, të mesme dhe pastaj deri në vitin 2004-2005, atëherë jam angazhuar edhe në Fakultetin e Arteve. Keni pas me gjitha grup moshat punë, do me thënë e njihni botën e nxënësve dhe fëmijëve shumë bukur. Nxënësve shumë e vërtet, dhe kjo faktikisht më ka ndihmuar gjithsesi që të jem, do me thënë, shumë e vetëdijshme ose e ndjeshme edhe për moshën e tyre, edhe për interesin e tyre, për atë se si t'i zhvillojnë aftësitë e tyre kreative, krijuese, të duan artin, të duan lëndën e artit figurativ e kështu me radhë. Do me thonë, kjo më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, sepse procesi i mësimdhënies është një proces dinamik që evoluon, do me thonë, progreson në qoftë se je brenda e përfshirë dhe sigurisht që edhe unë ndonjëherë mësoj nga ata diçka. Mendoj se është gjëja më e rëndësishme për një student të kenë një mësimdhënës i cili në mënyrë shumë të bukur, shumë koncize ua shpjegon të gjitha detajet. Të flasim pak për universitetin dhe për drejtimin e artit figurativ. Cilat janë drejtimet e shumta të cilat i përmban ky universitet? Po, sigurisht. Fakultet. Në Fakultetin e Arteve kemi drejtimet në të gjitha fushat e artit figurativ, siç janë vizatimi, piktura, dizajni, skulptura, piktura, por gjithashtu e kemi edhe drejtimin arsimor pedagogjik, ku ne faktikisht përgatisim studentët që nesër të kualifikohen dhe me ato aftësi dhe me ato diploma të kenë të drejtën e tyre për në punësim ose në mësimdhënie. Do me thonë të jenë arsimtar të procesit edukativ arsimor në artin figurativ, në lëndën e artit figurativ. Po, ka mjaft interes të studentëve? Gjithsesi, të rritë janë shumë të interesuar, të rritë duan, do me thonë, ato që kanë talent, kanë dhunti, gjithsesi ju drejtohen këtyre fakulteteve, aty ku, do me thonë, e shohin vetveten, ndjejnë vetveten, kemi studentë shumë të zellshëm, shumë të interesuar dhe të aftë dhe do të kisha dashur që edhe në të ardhmen ata më tepër të jetë një iniciativë që t'i promovojnë edhe vlerat e tyre, do me thonë të jenë të përfshirë në ngjarjet kulturore, në ngjarjet e aktiviteteve në shoqëri, sepse ata direkt atëherë do ta krijojnë atë vetveten e tyre, do me thonë do t'jenë më aktiv në ambientin njësor dhe kulturor, do me thonë aty shifet angazhmani i tyre, aty shifet interesimi i tyre. Kemi në prapavi se na shkojnë fotot nga regjia të ekspozitës. Ca piktura janë të cilat kemi mundur t'i shkrepim dhe t'i marrim ngjyra të ndryshme, të bukura, të hapura, të mbyllura. Na thuaj pak procesin. Procesi i krijimtarisë është një proces i cili kërkon, do me thonë, një koncentrim. Një koncentrim, po themi, të energjisë edhe mendore edhe intelektuale, aty ku faktikisht fokusohesh dhe i përjeton, do me thonë. Shifni, gjatë krijimtarisë, konstantja e temës, ideës dhe ndjeshmërisë duhet të jetë shumë e fuqishme për të dalë një art i vërtet. Përndryshe, ajo pikturë do t'jetë e pa qenë, pa shpirt. Do me thonë, gjithmonë duhet ta kemi një emocion shumë të fuqishëm, një ndjeshmëri shumë të madhe, që piktura ta ketë faktikisht edhe elementin estetik, t'jetë e përcetuar, t'jetë e pashme me vlerë. Edhe ta përcjell mesazhin të cilin edhe artisti ka dashur normalisht që ta përcjell. Më thoni, cili ishte reagimi i publikut, sepse mua kanë kaluar 7 ditë dhe tani e keni sadopak, keni mesazhe, keni kritika apo vlerësime
drejt ekspozitës? Unë jam do me thonë e fascinuar se publiku ose kolegët ose shoqëria familjar të gjithë më kanë dhënë shumë komplimente të bukura për atë mbrëmje, për pikturat gjithsesi, atmosfera e krijuar aty brenda. Ju kanë pëlqyer edhe do me thonë kompozicionet, ngjyrat, kështu me radhë. Më tepër më ka bërë të ndjehem mirë kur më kanë thënë se edhe ata e kanë shiju dhe janë kënaqur jashtëzakonisht shumë. E prisnit këtë reagim kaq pozitiv, sepse unë atë mbrëmje pash që të gjithë po shohin, po presin me pa durim të mbaron fjalimin që ta shijojnë atë ekspozita që të bukur. Nuk e kam prit, drejtën që them, ajo ishte një befasi edhe për mua sigurisht. Ekspozita është e hapur deri të dielën. Me datë 13. Me datë 13 dhe brenda asaj kohe ka pas edhe publik shumë të gjerë, njerëz të interesuar. Pastaj vetë pozicioni i galerisë ku është, do me thonë, mes rrugëve të Qarshisë, mes atyne rruginave të bukura të Qarshisë së vjetër, është një vend, një pozicion shumë i frekventuar dhe aty kom pa jashtëzakonisht shumë njerëz të interesuar për ty dhe për ta shijuar, po pikërisht. Si e shihni zhvillimin e artit bashkohor tek ne në Maqedoninë e Veriut? Arti bashkohor këtu tek ne tash si mund ta definojmë? Do me thënë, ne nuk kemi pasur ndonjë shkëputje prej vendeve më të zhvilluara, demokratike, prej vendeve evropiane, kemi fjala, për arsye se unë kam pasur fatin të jem, do me thonë, studente e njerëzve eminent, piktorëve shumë të afirmuar të artit bashkohor në Kosovë. Unë kam pasur profesor akademik Recep Ferin, Muslim Ulliqin, Agush Beqirin, profesor Ajrush Fazliun, të cilët ata ma vetëm se ishin të vendin e merituar të artit bashkohor, do me thonë, ishin në atë konstelacion ku e ndiqshin trendet e artit bashkohor. Prandaj, ata më dhanë çdo gjë, do me thonë që është e nevojshme për një vitalitet krijues, në kërkim, do me thonë, të identitetit, originalitetit krijues, të mesazheve të pakonsumuara, do me thonë, gjithmonë të jemi në kërkim të diçka inovative dhe të bukur. Cilat janë sfidat më të mëdha që po përballen të artistët tani, sidomos ata të rinjt tek ne? Po, unë veç e përmenda në fillim se iniciativa për t'i promovu këto vlera, dhe me thonë, të kulturës tonë kombëtare, të trashëgimisë edhe materiale, edhe shpirtërore, është pak e zbet. Dhe me thonë, duhet... A mendoni se mungon për krahja? Shumë mungon për krahja. Unë mendoj se mungon për krahja, për arsye se nuk di, jetojmë në një kohë me vërtet të çuditshme, problemeve, katandisjeve të ndryshme, ku ndoshta edhe kjo vjen pak sikur e rendit të dytë, me thonë, ngjarje të kulturës në vendin tonë, për arsye se ka nevojë, do me thonë, për demokratizim të kulturës, sepse ajo është shtylla kryesore, ajo shihet sa është një shoqëri emancipuar dhe e përparuar. Prandaj, unë bëj thirrje që në të ardhmen, për studentët tanë, për të gjithë të rinjtë të cilët duan, do me thonë, t'i promovojmë dhe t'i afirmojmë më tepër punët e tyre, për arsye se kjo është në të mirën e vendit tonë, do me thonë, në të mirën e shoqërisë, sepse si do t'i stimulojmë ndryshe studentët ose ata që duan të studiojnë, të merren me art, kur nuk shohin ndonjë, po themi, perspektivë. Të kthehemi në pak në periudhën kur ju vetë ishit studente në Akademinë e Arteve në Prishtinë. Cilat ishin sfidat dhe përvojat tuaja, pasi që edhe rrugëtimi juaj sigurisht nuk ka qenë ashtu krejt të ngjyra, ka qenë edhe pak i vështirë, koha, periudha, tranzicioni ka qenë i ndryshëm. Tani të rinj kanë më shumë hapësirë, ndoshta nuk kanë më pak vullnet, po kanë më shumë hapësirë se ju që keni pas.
E vërtet është se tani shumë gjëra kanë ndryshuar sa i përket kuptimit të arsimimit, të studimeve. Gjithsesi se janë disa lehtësira shumë të mëdha, të cilat faktikisht i favorizojnë të rinjt studentët. Në kohën tonë kuptohet, ishte pak më vështirë, vetë fakti se si problem numër 1 do e përmendja këtu, udhëtimet që i bënim, rruga që e bënim kishte vetëm një linje, do me thonë, shumë të ralla ishin linjet për me mbrim Prishtinë. Ato që zenin vend, shkonin edhe tjerë të ngeleshim duke pritur. Pastaj, atje unë jam mirë pritur shumë prej studentëve, prej kolegëve, prej profesorëve tanë. Ata ishin jashtëzakonisht të interesuar, do me thonë, të kenë në kuotën e tyre edhe studentë nga Maqedonia. Ishin, do me thonë, e kishin si normë të tyre, që të përfshihen edhe studentë nga Maqedonia. Dhe kështu, do me thonë, unë e fillova në vitin 86-87, si që përmenda të profesore Gjeferi. Aty kemi punu, kemi bashkëpunu jashtëzakonisht shumë, kam pas rast që edhe kam marrë çmime. Do me thonë, më kanë ndihmu ajo që ata kishin me të vërtet një ligjerat, të them, ose një qasje jashtëzakonisht të bukur pedagogjike, jashtëzakonisht të mirë, sepse neve na trajtonin si kolegë të arshëm dhe gjithmonë na jepnin shpresë dhe ide se si të veprojmë në jetën tonë. Dhe si profesionale gjithsesi, jashtëzakonisht shumë na kanë ndihmuar. A mendoni se mentori, profesori është shtylla kryesore që një artist të merr një kahje të drejtë dhe të duhur? Figura qendrore, boshti kryesor i cili jep një orientim të riut, nxënësit, studentit, pa marrë parasysh. Ajo është, do me thonë, faktikisht menaxherit, themi, i orës, i ligjëratës, i cili jep një kahje, qofta atyre që i kanë talent, dhunti, qofta atyre që dëshirojnë të merren me artë, ose në çdo aspekt jetësor. Figura qendrore është mësimdhënësi. Cili është projekti i ardhshëm, apo tani do ja jepni vetes pak një pushim pas kësaj ekspozite, apo vetëm se vetë keni filluar diçka tjetër të punoni, se jam e bindur se nuk ndaleni? Po, sigurisht që mendoj të vazhdoj, do me thonë, me pikturat, me një cikël tjetër. Kam bë edhe një aplikim, kam konkuru edhe në Prishtinë, të shohim atje, do me thonë, ku do tjetë, si do tjetë ato të miratohet ajo. Gjithsesi, vokacioni im është piktura. Nuk mund t'i ndajmë. Nuk do i ndajmë asnjëherë. Nuk mund t'i ndajmë, kështu është. Do me thonë, atë kemi zgjedhë si profesion, por unë e bëj me shumë kënaqësi, me shumë emocion. Do me thonë, ajo thjesht kur pikturoj më krijon relaks. Keni një pikturë kryesore e cila më së shumti ju ka pëlqyer juve personalisht nga gjitha ato 50 pikturat, apo me ndasje me i vra? Po. Pikturat veçanërisht të fundit, të cilat i kam punu në një frym, po themi, me një gamë kështu të gjerë të ngjyrave, më të freskëta, më intenzive. T'ju them të drejtën, i shoh si një tërësi, ato flasin rrëfejnë të njëjtën gjë, dhe me thonë nuk mund të thush se më e mirë ose, por janë disa piktura që edhe i kam të ciklit të parë, ndër të parat që i kam punu Doruntinën, aty janë 3, do me thonë, një triptik të cilën i dua dhe i kam, do me thonë, kështu për zemre. Pastaj edhe në ciklin e dytë, tash në këtë të fundit e përmenda se faktikisht frymojnë në një, do me thonë, ngjyra, ndërtimi i kompozicionit, thuja se ngjasojnë me njëna tjetrën dhe janë një tërësi. Po aq të ndryshme, aq të njëjta, në të njëjtën kohë. E përqojnë të njëjtin mesazh, po ka përshijen e secilit pëlqyeshmëri. Cilën këshill për në fund do ja jepni të rinjve, të cilat veç se duan t'i futen pikturës dhe artit? Me shumë kënaqësi do t'ju jap një mesazh, kuptohet një themi thirrje, përderisa ne veç kemi filluar, do me thonë, nga Universiteti i Tetovës, secila njësi e fakulteteve të
prezanton në shkollat e mesme programe, do me thonë, studimore të cilat i kemi. Unë i përmenda, do me thonë, se jam bartëse e lëndës së metodikës dhe pikturës në Fakultetin e Arteve, dhe me 15 prill do jem në gjimnazin në shkollën e mesme Zeflush Marku. Aty mendoj të prezantoj edhe më gjerësisht rreth programeve që i kemi, rreth drejtimeve të cilat i kemi, e kështu me radhë, do me thonë, të gjithë ata të cilët e admirojnë, e duan artin, që ndryshe ju themi arte të bukura, arte estetike, kisha dashur që t'i kemi pranë nesh, të vinë, të interesohen, të shohin, do me thonë, mundësinë e tyre, shansin e tyre jetësor, për arsye se ajo është diçka që themi ne e lindur brenda vetes, ajo nuk shuhet ajo dëshirë. Do me thonë, gjithmonë është e pranishme dhe shumë e fuqishme. Më e fuqishme ndoshta ndonjëherë edhe se Më e fuqishme. Zonja Luizime, ju falemnderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, besoj se gjithë ata që na ndoshën e që nuk kam pas mundësi të jem pjesë e ekspozitës, do e shfrytëzoj rastin deri me datë 13 prill të shkojnë, ta vizitojnë, ta shohin, ti shijojnë pikturat. Unë e them ashtu ti shijojnë, se unë i shijoj vetë kur i shoh me sytë e mi, dhe ta marrin mesazhin të cilin edhe ju e keni përcjellë nëpërmjet pikturave të bukura. Falemnderit shumë edhe prej juve që do me thonë jepni hapësirë mediatike për të thanë këto gjëra, për të shprehur edhe, kështu që uroj sukses edhe për juve në të ardhmen. Faleminderit shumë.